kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit, në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zëvendësministre. Në emër të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç kemi paralajmëruar ditë më parë, kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit, në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zëvendësministre. Të gjithë këta të zgjedhur deputet dhe të certifikuar sipas rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror Zgjedhor me datën 27 mars. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars, këta janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit për qeverinë, ligj ky i hartuar dhe i miratuar nga votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosjen e mandatin e kaluar, pikërisht në vitin 2022. Duke qenë se prej datës e certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës së Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. Zonja Bajrami, për detajet, po mendoj ose nëse ka vështirësi. Zonja Bajrami, vazhdimisht keni përmend që ka pasur shkelje prej lëvizjes vetëvendosje. A ka ndonjë shkelje tjetër ligjore ose edhe kushtetuese që nuk është adresuar ende dhe ka me adresu Lidhja Demokratike? Dëgjoni, neni 26 i ligjit për qeverinë thotë që antari i qeverisë në detyrë, po e potencoj, antari i qeverisë në detyrë, në rast se zgjedhet deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqje një ditë para datës së certifikimit. Këta kanë thënë që kanë dhënë dorëheqje, ndërkohë që vazhdojnë, domethënë, të qëndrojnë në zyra dhe të marrin vendime. Këto janë shkelje. Ne për të hartuar këto 17, domethënë grupi juristave të LDK-s, i koordinuar nga zonja Xhelili këtu, kanë kërkuar qasjen e dokumenta. Prej disa ministrave kemi marrur, disa të tjerë nuk na kanë dhënë qasje, po me ato informata që kemi pas, ne sot ju kemi drejtu prokurisë speciale. Tani është në dorën e prokurisë që të kenë, domethënë, të kërkojnë qasje në vendime të tjera. Mirë po, vetë qëndrimi i tyre në institucione, vazhdimi i tyre, mbajtja e mbledhjeve, shfrytëzimi i resurseve, i zyrave, i veturave zyrtare dhe të tjera, të gjitha këto janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe gjithashtu nenin 414 të kodit të procedurës penale.